Mbrëma, faleminderit për ftesën. Si lexohet 11 maj kur e shikon nga Shtetet e Bashkuara? Padyshim që 11 maj tregoi që sfari demokracia në vend nuk funksionon ende. Është për ta ardhur keq edhe pse kanë kaluar kaq shumë vite, 34 vite që ne kemi përmbysur atë sistem dhe shumë njerëz luftuan njerëzakonisht shumë deri në gjak për ato momente të vështira për të hedhur pas kohën e epokën më tegër më të errët të Shqipërisë, që është komunizmi, ende dhe sot kemi revitanca të atyre kohëve që në fakt nuk arrim dot t'i përmbysim, nuk arrim dot t'i japim ta mbyllim atë lloj kapitulli. Prandaj mendoj që edhe sot liderat politik kanë ende shumë ngjashmëri me ata lider që ne në fakt luftuam aq fort që ti hiqnin nga pushteti. Sot ende kemi një autoritar, një njeri i cili përdor çdo lloj mekanizmi të mundshëm, çdo lloj instrumenti të mundshëm, moral jo moral, etik jo etik, të lishëm jo të lishëm, të gjitha metodat e mundshme për të qëndruar në pushtet. Vladina, çfarë të bëri më shumë përshtypje në këtë zgjedhje? Ka diçka që veçanërisht të bëri përshtypje? Po, bëri përshtypje. Më qartësoj më tepër idet, ato që në fakt ndoshta përpara nuk e kem thënë gati me gjysmë në zëri, sot i them me plot gojë sepse dolën pikërisht faktuan e para njëri që sistemi elektoral për të ndryshuar. Dhe opozita duhet kishte bërë, Partia Demokratike duhet kishte bërë një përpjekje më të madhe për ta ndryshuar sistemin elektoral, sepse sistemi elektoral mendoj që është gjeneza e gjithë problemeve që ndodhin qoftë me mënyrën se si sot Edi Rama qëndron në pushtet dhe se si ai e arrin pra që nga mandati në mandat të forcohet, pa çka fatkeqësive dhe edhe është një rast i pa precedent që një njeri në pushtet vetëm në vendet pra që janë shumë autoritare, është ky fenomen, por në vendet demokratike patjetër që nuk ekziston dhe Edi Rama me këtë sistem elektoral ka mundësuar që të bashkëpunojë shumë fort qoftë me krimin, duke mundësuar atë pra dominancën e tyre në rrjetet rajonale, pra në plan rajonal, ku ata luajnë një rol të rëndësishëm, sidomos jashtë qytetit më së tepërmi që veçanërisht në Elbasanin, apo Durrësin, apo vende të tjera. Do ndalemi aty. Duken qartësi. Okej, zonja Hajdari, ju keni qenë kandidat